Administrata Trump, ndryshimi menjëhershëm në aplikantët për Green Card. Administrata Trump njoftoi të mërkurën se po bënte ndryshimet menjëhershme në aplikimet për kartën e gjelbër, duke deklaruar se një politikë më pashme e futur pak a shumë një vit më parë mund të kërcënonte shëndetin publik. Shërbimet e shtetësisë dhe migracionit të Shteteve të Bashkuara deklaruan se po bëjnë një kërkesë që çdo aplikim i ri për qëndrim përhershëm të kërkojë një formular të ri për të rirë të ekzaminimit mjekësor, pasi aplikantëve më parë u lejohet të përdorin një formular të një kohë të pacaktuar. Po kjo pse ka rëndësi ky ndryshim? Ndryshimi mund të ndikojë drejt për drejt tek emigrantët që aktualisht aplikojnë për rregullim të statusit, të cilët do të lejoheshin të përdorin një formular të mëparshëm të nënshkruar nga një kirurg civil deri më 10 qershor. Zakonisht, kur USCIS i bën ndryshime në proceset e aplikimit, ka një kohë paraprake që aplikantët dhe avokatët e migracionit të përgatiten. Po çfarë duhet të dinë të gjithë teleshikuesit, ata që do të bëjnë një aplikacion? USCIS deklaroi se ndryshimi vlen për formularin e ekzaminimit mjekësor, të njohur si I-693 apo I-693, raporti i ekzaminimit mjekësor të migracionit dhe regjistri i vaksinimit, i cili plotësohet nga një emigrant Shtetet Bashkuara i cili po aplikon për rregullim statusi apo për të bërë banor i përhershëm. Në prill të vitit 2024, agjencia e përditësoi politikën e saj për të thënë se I-693 i plotësuar dhe nënshkruar nga një kirurg civil në 1 nëntor 2023 më pas mund përdoret për një kohë të pacaktuar. Nëse një emigrant tërhiqte një aplikim për kartë jeshile dhe riaplikonte apo paraqitej për një përfitim tjetër në migracionin më vonë, ai mund përdorte të njëjtin formular. Sipas udhëzimeve të reja që hyn në fuqi me 11 qershor, nëse një aplikim tërhiqet, duhet të ribër formulari I-693, duhet një kopje e re e nënshkruar. Ky pra është ndryshimi që duhet ta kenë ata teleshikues që kanë probleme me emigracionin.